e kanë pru bakallin me ujë, edhe një mësus ka tentuar veç nuk e kom prisha se kom pi thash po dal pe shkollë e krejt. Ramazani për shumë besimtarë mbetet një muaj i veçantë, i mbushur me përkushtim, sakrificë dhe dashuri ndaj Krijuesit. Për 78 vjeçarin Ali Uka, ky muaj është një rrugtim i gjatë kujtimesh dhe përjetimesh që nisin që nga familja. Ai tregon për dashurinë që ka ndaj këtij muaji dhe se si ka filluar ai agjerimin qysh në moshën e re. Vallahi unë ja kom nis me dëshirë, me vetë dëshirë. Po agjeron baba edhe nona, qysh po mundën ata me qëndru gjithë ditën pa hangër, hajtë e provojmë, qysh po shko. Njëherë pak do ditë, njëherë pak e thana ishte krejt muajin. E shumë kënaqësi e madhe u konë. Shumë kënaqësi e madhe u konë. Parafërsisht pej klasës 4-5 fillore, kom filluar. Në fshatë tëni kena pas një 3-4 hoxhallarë. E jam shku me rahmetlin me babën mas parin. A im kam su mu falë, jem shku kom përcjell gjithë. Jena shkua. Ramazarat e këtune herit janë konë pak ma të vequmë se këta tashit. Më dëhë këta ashtë. E kemi pas si fëmi, e kemi pas një farë gëzini ma të madhë që u ardhë Ramazani. Ramazani dikushëm si pas ti kishte një atmosferë tjetër. A i thot se përjetante më ndryshe. Edhe mënyra se si shënohi koha i iftarit ishte shumë më unike se sa ajo që është në ditët e sotme. Një katun ma poshtë, katun një zhazh. Atje njën konë do gjuetarë. E di shumë këtë qëtëshin pushk, kap, kohë. Veç që baba u qejke heret. Dhe shën që u brebire se u bo së fyri. Bëjshëm së fyri. Këna prej pas tërma, mish këna posë. Ushqimin nona e ka bo, si na konë kalabak, nona e ka bo ushqimin e mirë gjithë. Për iftar ka pregadit. Si ka të nartë, pite, me mishet do farsene qashtu. E këna ka përcyë shumë mirë. Për iftar u ditë. Kemi bo iftar, ka qitë petla, ta shpetla në pet diqa janë. Këna bo iftar me 2-3 petla, i na qua këna folë akshamin. Krejt familja. Mas akshami këna pi qaj, atëherë konë ardhë qaj në mëdë që atëherë. Mas qaj, i na bo gati, i na shku në gjami. Moshkujt krejt. Për kundër sfidave të kohës, ai kujton se agjerimi nuk është ndërprer asnjëherë, pavarësisht punëve të rënda apo angazhimeve të përditshme. Vallai më ka duh me prashit mas pari, me kosite. Babën e kom pas smut një vlla mas para me e shkajke punejke në Malzi, e s'di ku. Më ka duh më kujdes për shpije, për kafshe, për krejt. Edhe e kom krye shkollën e mesme teknike, që të në Mitrovic pej vlahi e marrë ka 3-4 orë kom. Ka bova ki me kërë, e me fshi, me kualë këna fshi i lomen. To kapë ke goja krejt, veç kur se këna prishë në gjinimin, kërra, mozalla. E që këna posë, vullneti ishë, maj ma se krejt bota, vullneti. Vullneti u konë. Edhe, u konë marrë me thonë dikush vëllë e prishë i filoni, ditën e Ramazanit ajo konë. Madje, si pas ti, edhe në kohën kur ka pasur presione për të mos agjeruar, besimi ka qenë më i fortë. E kanë pru bakallin me ujë, edhe një mësus ka tentuar veç nuk e kom prisha se kom pi thash po dal pe shkollë e krejt heq për sfyrin mësim. Edhe s'kan mujt me mështi me prish. Edhe i na konë një klasë, bukur të ndaj. Dikon klasë 6-7 jenë mënu me na prish Ramazanin, dhe se këna prish kërkush. Sot në këtë mosh, lidhja e tij me Ramazanin vazhdon të jetë po aq e fortë. Ai jo vetëm që e praktikon fen, por përpiqet ta përcjell atë edhe tek brezat më të rinj. Për Ali Ukën, ashtu edhe si për shumë besimtarë të tjerë, Ramazani mbetet një muaj i dashurisë dhe përkushtimit ndaj Krijuesit, një periudhë që e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës dhe që vazhdon ta mbushë me qetësi shpirtërore edhe në ditët e sotme.